إلهي 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 وخلاقي إلهي 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 وخلاقي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. صدق الله العظيم. I gjithë falenderimi dhe lavdrimi i takon Allahut Dhul Xhelal, atë e falenderojmë, prej tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Salate dhe selame këtë ditë të bekuar të xumas i dërgojmë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, pejgamberit të fundit të njerëzimit. Familjes së tij, shokëve të tij dhe të gjithë atyre që e pasuan dhe pasojnë rrugën e Muhamedit alayhis salam, qoftë mëshira, paqja dhe begatit e Allahut Dhul Xhelal. Vëllezër të ndershëm besimtar, sot do të vazhdojmë me një emër të bukur të Allahut xhaleshanu, i cili e ka radhën, është emri El Afuv, i cili në gjuhën tonë, në gjuhën shqipe, e ka kuptimin mëkatfalësi. Ai që i fal gabimet dhe mëkatet, i fshin ato, ai që i fal robërit e tij pas pendimit. Nga frytet e imanit, nga frytet e besimit, këtë emër të Allahut xhaleshanuhu është bindja se sado që njeriu e tepron me gjunahe, sado që njeriu e tepron me mëkate, pastaj kthehet e pendohet, i fshihen atij gjurmët e mëkateve, gjunaheve, të vogla qofshin ato ose të mëdha. Allahu Dhul Xhelal është falës, e do faljen, do që robërit e tij veprojnë shkaqet e falës dhe të fitimit të kënaqësisë Allahu xhaleshanuhu. Emri El Afuv, mëkatfalësi, është përmend Kur'anën famëlar mesin e tyre, edhe në këto ajete kuranore. Në surën Nisa, ajeti 43, Allahu Dhul Xhelal na drejtohet me këto fjalë dhe thot: "Famsahu bi wujuhikum wa aydikum inna Allaha kana afuwan ghafura." Lajni ose fërkojni fytyrat tuaja dhe durët tuaja me dhe të pastër. Allahu më të vërtet është ai i cili i shlin dhe falës i gjunaheve tuaja. Nëpërmjet këtij ajeti kuranor, Allahu xhaleshanuhu na porosit që ne, momente që nuk gjejmë ujë, momente që nuk ka ujë, dhe na vjen momenti për me falë një namaz për namazeve, thot me dhe, fërkojni fytyrën tuaj, fërkojni krahët e ju. Dhe kjo është krejt për i rahmetit të Allahu xhaleshanuhu, për i mëshirës së madhe të Allahu xhaleshanuhu që e ka ndaj besimtarit dhe ndaj besimtarës. Më thonë, edhe një ibadete, Allahu xhaleshanuhu ka rahmet, ka mëshirë. Na i lehtëson edhe ibadetet tona kur i bajnë. Po ashtu në surën An-Nisa ajeti 99, Allahu Dhul Xhelal thot: "Fa ulaika asa Allahu an ya'fu anhum wa kana Allahu afuwan ghafura." Basa Allahu fal, se Allahu me të vërtet është shlys dhe falës i gjunaheve. Kuptimi i këtij ajetit, sipas disa dietarëve, komentuesve të Kur'anit, është se kur thot Allahu xhaleshanuhu, ata sigurisht që Allahu xhaleshanuhu do të falë,
Allahu xhaleshanu është shlys dhe falsi gjunave, shpresohet me qëllim që ne të nxitemi, të plotësojmë kushtet për realizimin e premtimit të Allahu xhaleshanu. Me fjalë tjera, nëse nuk plotësohen kushtet për zbatimin e këtij premtimi, ai mund mos ndodhë. Se më të vërtet, ne duhet të jemi nga ata të cilët i rregullojmë lidhjet tona me krijuesin tonë. Gjithashtu, Allahu Dhul Xhelal në surën An-Nisa, ajetin 104 thotë: In tubdu khayran aw tukhfuhu aw ta'fu an su'in fa inna Allaha kana afuwan qadiran. Nëse ju e bëjni një punë të mirë, e bëjni një vepër të mirë, hatazi ose fshetazi, ose e falni ndonjë vepër të keqe, Allahu xhaleshanuhu është falës i madh dhe i plotfuqishëm. Tu bëhet fjalë për çfarë do lloj pune të mirë ose fjalë të mirë, të cilët i bojnë fshetazi ose haptazi. Ne duhet të tregojmë fals, duhet të tregojmë tolerant. Ndaj atyre të cilët ndonjëherë na dëmtojnë, qoftë në trup, qoftë pasuri, qoftë në dinjitetin tonë, sepse shpërblimi i Allahu xhaleshanuhu do të jepet sipas veprave që ne i bëjmë. Kush nga ne tregohet tolerant, kush nga ne tregohet fals, le ta dije se Allahu xhaleshanuhu do të tregohet tolerant, do të tregohet fals dhe mëshirues ndaj tij në ditën kur kemi nevojë për krijuesin tonë, për Allahun xhaleshanuhu. Emri Allahu xhaleshanuhu El-Afuv ose falja e tij është dy lloje. Lloji i parë, falja e përgjithshme ndaj të gjithë gjunaqarëve, kriminalëve, gabimtarëve, jo besimtarëve, duke mos i ndëshkuar ata, edhe pse ata i plotësojnë gjitha kushtet dhe kriteret për me meritu dënimin, dëshkimin Allahu xhaleshanuhu, për me banal riskin, për me ju çu dënimet ndryshme, sepse ata i bojnë shirk Allahu xhaleshanuhu, apo adhurojnë dikan tjetër karshi Allahu xhaleshanuhu, i vishën Allahu xhaleshanuhu se ka fëmijë, do e shajnë Allahu xhaleshanuhu, do e finë Allahu xhaleshanuhu, por Allahu xhaleshanuhu është El-Afuv, është fals, i falë, nuk i ndëshkon me njëherë. Vazhdon që japet mira, që auruja ato të mira, që i kanë si frit i këtij emri të bukur, i faljes së tij. Lloji dytë është falja e veçantë, që është për besimtarët dhe besimtarët që kërkojnë falje, cilët e adhurojnë Allahun xhaleshanuhu hak. Dhe faljen, mëshirën e Allahu xhaleshanuhu vazhdimisht e kërkojnë. Ata cilët sa herë që bojnë dhe një gjuna, e shpeshtojnë istikfarin, kërkim faljen, bojnë tobe, Allahu xhaleshanuhu i falë ato, çfarë do mëkate që kanë bë, dhe sa do të mëdha të jenë ato mëkate, ato gjunahe, siç ka thënë Allahu xhaleshanuhu në shumë ajete kuranore. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam disa raste na ka porosit kështu dhe ka thënë: sadakaja nuk e pakson pasurinë dhe Allahu xhaleshanuhu robit me falje. Kur i fal tjerë, vetëm si janë ngre krenarin, nuk ka kush që bëhet modest për Allah e që Allahu xhaleshanuhu nuk ka me ngrit. Gjithashtu çeket se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e bëke një dua, e bëke një lutje: o Zoti im, kërkoj mbrojtje me kënaqësinë tënde nga hidhrimi yt, me faljen tënde nga dënimi yt, kërkoj mbrojtje prej Teje nga Ti. Unë nuk arri dot të lavdroj ashtu sikur se Ti e ke lavdru dhe sikur se Ti e meriton lavdrimin ton, se robër tu që jemi.
Vëllezër të ndershëm besimtar, këtë emër të bukur të Allahu xhaleshanu El Afuf mund ta kuptojmë sipas dietarëve në këtë formë. E kanë përë një shembull me beduinët e shkretirës, cilët kur e kishin caktu vendin ku do të vënojnë çadrat e tyre për një periudhë kohore, kanë bërë disa gropa, disa gërmime, disa kanale për me sistemu çadrat. Mirë po, kur është dish mu largu prej ati veni, ato gropat, kanalët i kanë lënë qashtu. Janë këthi, kanë shku me një vendbanim tjetër. Dhe pas një viti, nëse dikush i viziton këto vendbanime, do të shohë se gjitha gropat dhe kodrat janë shesh prej zallit shkretimës. Dietarët thonë një të mirë, Allahu Dhul Xhelal i fshin gjunahet dhe të metat e robëve të tij të mirë, ashtu si që i vend lëvizje errat, cilët i mushin gropat e hapta nga beduin. Po ashtu Allahu Xhaleshanu i fshin dhe i mbulon të metat e robërve të tij. Një shembull tjetër për me kuptu ndryshimin mes emrit El Afuf dhe El Ghafur është se në ditën e Kiametit do të vijë një besimtar dhe do të paraqitet para Allahut Dhul Xhelal. Me të afru nga Allahu Xhaleshanuhu do të alishon një perde me qëllim që njerëzit e tjerë mos ta shikojnë, njerëzit e tjerë mos ta dëgjojnë bisedën që ka me zhvillu ki besimtar me krijuesin e gjithësisë, me Allahu Dhul Xhelal. Dhe Allahu Dhul Xhelal do t'i drejtohet në këtë formë, do t'i thojë: e kujton filan gjunahin? Po. E kujton filan gjunahin? Po, e kujtoj e Zot. E kujton filan gjunahin? Po, Zot. E kujton filan gjunahin? Po, Zot. Dhe isa Zoti Dhul Xhelal e ban pyetje i besimtar, e kupton se është një nga njerëzit e humbët. Me gjithë këto gjinohë që ja përmend Zoti Dhul Xhelal në ditën e Kiametit, ki njëherë thot se s'pas ka vend për mua këto. Mirë pa Allahu Xhaleshanu thot: unë ti kam mlu këto gjinohë në dunja dhe unë kam e ti falë sot dhe kam e ti mlu edhe sot. Dhe kjo falje është e Allahu Xhaleshanu, i cili e ka emrin El Ghafur. Kurse do të ketë njerëz tjerë, Zoti Dhul Xhelal dhe t'ju thoje: o filan, unë jam i kënaq me veprat tua në dunja, me punët e tua në dunja, prandaj shko dhe hyr në xhenetin tim që e kam përgatitur special për ti. Allahu Xhaleshanuhu na mësoft. Nga falja Allahu Xhaleshanuhu është se ditën e Kiametit do të vinë fëmijët dhe foshnjat që kanë vdekur u konë të vogël, që ishë veçli. Atërve Allahu Xhaleshanuhu do t'ju thojë shkojnë në xhenet. Por ata kanë me refuzu me hinë në xhenet. Ata kanë me refuzu me shku në xhenet. Pse? Ata do të kërkojnë nga Zoti i gjithësisë. Ata do të kërkojnë nga Krijuesi i gjithësisë: o Zoti jonë, ne i kërkojnë prindërit tonë. Ata janë mërzit ne kur kemi ardhur në këtë botë. Ata janë mërzit dhe mërzin që e kanë pasën në atë botë, kompenzoja u në xhenet. Dhe Allahu Xhaleshanuhu do t'ju kompenzon me faljen e tij, me magfiretin e tij, me këtë emër të bukur të tij El Afu. Dhe të gjithë prindërit të cilët i kanë fëmijët e tyre në ahiret, që kanë shku në ahiret për shkak të sabrit të tyre që kanë bërë, Allahu Xhaleshanuhu do t'i shpërblej në xhenet. I thashtu një falje e veçantë do t'jetë për ummetin e Muhamedit alayhis salam ditën e Kiametit.
Thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, janë paraqitur popujt cilët në ditën e kiametit do të vinë. Pas thot pejgamber, që e kishin me vete vetëm një njeri që i ka besu, veç një njeri. Pas një tjetër pejgamber që i kishin vetëm 2 vetë. Pas nga pejgambert që e kishin një grup njerëzish që i kanë besu. Pastaj thot më paraqitën parasive disa kokat njerëzve shumë të mëdha. Unë mendova se janë ummeti im, por dikush më tha se jo, kjo është ummeti Musait alayhis salam me popullin e tij. Por kur shkum në horizont tjetër, thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, pash edhe gjeta ma shumë njerëz. Atëherë ata më thanë se ky është ummeti yt. Me ta janë 70.000 njerëz që do të hinë në xhennet pa llogari dhe pa u ndëshku. Unë i kërkova Allahu Zot Xhelal, thot Muhamedi alayhis salam, që t'i shtoj dhe Zoti i shtoj me çdo 1.070.000 njerëz tjetër. Gjithashtu, një falje tjetër në ditën e kiametit do t'jetë për ata njerëz që për shkak të gjunaheve do të hyjnë në xhehenem, do të hyjnë në zjarr. Thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, do të hyjnë besimtarët në xhenet, por do të ketë njerëz nga ummeti im që do të jenë në xhehenem, që do të jenë në zjarr. Atëherë do të thras, o Zot, ummeti im, ummeti im, ummeti im. Allahu xhaleshanuhu do të më drejtohet dhe do të më thot, ja Muhammed, shkon xhin nga zjarmi i xhenemit, ke ki pas me besim sa një kokër e elbi. Do të shkoj, thot, do të nxjerr dhe përsëri do të drejtohem Zotit Dhul Xhelal. O Zot, ummeti im, ummeti im, ummeti im. Përsëri Allahu xhaleshanuhu do të më thot, o Muhammed, shko dhe nxjerr nga zjarri, ke pas i cili ka pas besim sa një thjerës. Përsëri thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, do të shkoj, do të nxjerr ata njerëz dhe përsëri do të shkoj poshtë arshit edhe do të thras, o Zoti im, ummeti im, ummeti im, ummeti im. Allahu Xhelal do thot, ja Muhammed, shkon nxjerr nga zjarmi i xhenemit. Kush ka pas iman sa një atom jashtë i vogël, veç pak iman çka ka pas, do të shkoj, thot, edhe do t'i nxjerr shumë prej tyre, por përsëri shumë prej ummetit tem do t'jenë zjarr, cilët nuk kanë pas besim as sa një atom, por ka me marrë me shku me i thanë Zotit Dhul Xhelal, o Zot, falë se janë ummeti im. Atëherë Allahu Dhul Xhelal do thot, sot ndërmjetësun pejgamberët, ndërmjetësun melekët, ndërmjetësoj i dashurim Muhamedi alayhis salam, ndërmjetësun dëshmorët. Tani nuk kam mbet vetë se unë sot t'i fali të gjithë ata që janë ummeti i Muhamedit alayhis salam. Dhe Allahu Dhul Xhelal do të vendose dorën e tij në zjarr dhe do të nxjerrë ata i cili ka met nga ummeti i Muhamedit alayhis salam, qoftë edhe një herë kanë thonë fjalën la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Allah i nasib me këtë. Dhe zot të ndershëm besimtar, kjo është kuptimi i emrit të bukur të Allahu xhaleshanuhu el-Afuf. Bashkarisht të lusim Allahu xhaleshanuhu që ky emër i bukur i tij na ka plojë secilin prej nesh qysh në këtë dunja. Ta kuptoj mirë këtë emër të bukur të tij dhe na ka plojë ky emër i bukur
në ditën kur kemi nevojë për krijuesin tonë, për Allahun xhaleshanuhu, në ditën e Kiametit. Vëllezër të ndershëm besimtar, pasi që edhe ezani thiri, tash duhet përgatitemi për namazin e xumës, dy fjalë nuk mund të largohen pa i thonë. Të diellën i kemi zgjedhjet lokale. Ju e dini vëllezër të ndershëm besimtar, kemi kalu pa asnjë problem, edhe pse gjithmonë haracinën e paraqisin si problem, ata që s'ja dojnë të mirën haracinën, se që haracina në 2001 ja ka kallëzu venin, atinve që do të me va kallëzu venin. Dhe tash, i kemi di kandidatë, të dy janë xhamati jonë, të dy janë bitet tonë, votoni si pas bindjes juve, mos u shqipni. Mos e ashet almërin fëmijës tanë, cili do që i ofron blerjet votave kush do koftaj, mos e shqit se që e shet almërin e fëmijëve tonë. Kemi kalu mirë, nuk ka pas probleme. Zbesoj që do të ketë probleme, vetëm se në rast se dikush për jashtë na i shtet do një fitne. Unë va kam thonë edhe ma herë. Shembuj kemi për të mirë në haracinë. Por gjithmonë, ata që s'ja dojnë të mirën popullet tonë, haracina ka kësi, haracina ka asi, haracina është kështu, haracina është. Kemi edhe shembuj të mirë. Bile kemi të mira, sa që ato nuk mund mi numru të mirat që i kemi, që shfridzojnë të mira. Inshallah, dalmi faqe bardhë, edhe për i kësaj situate të cilin e kemi, dhe do vazhdoj jetë, o vëllezër, të hanën ne, vëllezër, motra, bashkarisht jemi. Bashkarisht do të vim xhami, bashkarisht fëmijët do të çojmë në shkollë, bashkarisht do të hipim në autobus, bashkarisht do të ecim në për këto rrugë. Nuk ka që të rrugdalje. Nivelin që e kanë kallëzu të ditë, inshallah Zoti Dhul Xhelali i shpërblen. Allahu qoftë razi, elhamdulillahi rabbil alamin.